lutem që mos t'i përmendim emrat. Nuk i kemi personat. Marrëdhje në fund. Pas për marrë me bëllimës Mos përmendim emrat që nuk janë këtu, prandaj. Të ka rritje nuk thash froshi. Sukin TikTok me do live tash me mobilizerota të mi ka gjithë KQZ-ja, mundi me një faqe zyrtare KQZ-s me këshyr, ka 33% rritje. Nuk është froshi, po ky rën. Se thët vetë KQZ-ja ka 33% rritje. Kjo tregon Për zgjedhjet lokale apo froshët, ti qartësojmë. Apo i referohesh rezultateve për zgjedhjet lokale? Po, 33% rritje, që këta thashin, po, qytetarët janë dëshprun, nuk kanë me pas për para, edhe ky Po, Ballaqash është në shumicën e komunave. 3 ka fitu, nuk e ka marrë këtë Kosovën, po leze që të propagande Albin Kurtit është propagande vetëvendosës. Zyrtare të KQZ-s, jo sipas frashit. Jo sipas ti, çka mendon ti? Si ti mund të mendosh që vjen Babadimri. Po sipas faqes zyrtare të KQZ-s ka 33% rritje. Kjo është faqe zyrtare. A mund pikërisht te kjo, Arlinda, mund të ngrit një paralele me zgjedhjet lokale se ka pasur a qëndron njëjti mendim shtale për zgjedhjet nacionale. I ka fitu 51% nivel qendror kur or puna nivelit lokal i ka marrë 3 komuna, po kupton, nuk bëhet krahasimi i tillë. Ka ngritje. Sa atëherë